Thejemi pak të zonja Sanie, Vjera. Përshëndetje, zonja Sani. Pjamo jo nëse. Ani zonja. A je zonja Sanie? Si jam i zonja Sanie, po në dush më thonë. A bën? Atje ku shkojmë ti rinon? Jo, atje ku bën. Faleminderit Blerin për ftesën. Jam shumë e lumtur që ti je pjesë e këtij programi. Ju uroj gjithëve një vit të mbar, shëndet e gjitha të mirat. Faleminderit ti që ke nda kohë dhe ke ardhë me shiju këtë mbrëmje bashkë me neve, me festu këto momente të veçanta. Sani, Porna. a mundesh nëse nuk të pengon? Kam dëgju që je shumë aktore e mirë sidomos në drama, edhe nëse kështë mujt me vequ naj pjesë të rolit, ose naj pjesë të poezisë, ose qka do qoftë, me ndo pak edhe me publikun, edhe me të pranishmit këtu sonte. Unë thash që kena lujtë shumë role, një ndër rolet më të ronda që i kom pas edhe i kom përjetu mas rondi, ka qenë lutja. Ajo ka qenë një pjesë, një non me një fëmijë të smut, e cila non e ka fajsu thuja se gjithëherë vetën, se shkak i smundjes djalit ka qenë ajo, për arsye që tu punu nora e kalon djalin vetë dhe gjithëherë është fajsu. Pjesa më e rëndë edhe më e dhimbshme ka qenë kur unë i tregoj vajzës time, e cila më pyet qysh ka lind ky fëmijë apo qysh ka qenë. Unë jam tavolin ullën, e shikoj fotografinë e atij fëmije. Për një moment më zën gjumi. Vjen vajza ime pranë meje dhe unë e friksuar e më shefi atë fotografi. Pa e ditë se çfarë pyetje ajo do të mbante. Ajo më afrohet edhe më thot, non, vllau ka lind kështu, apo ai ishte momenti më i vështirë për mua. Unë edhe ashtu e fajsoja vetën. Filloj t'i tregoj. Jobi, vllau jot ka lind si gjithë fëmijë tjerë. Po i për to, jam unë. Një ditë vere në orë, unë e lash ma largë vetës, dhe fillova të korri gru. Për një moment, ndëgjova një zë. Shkova shumë shpejt e aj. Po kur shkova, aj shra poshtë. E ka pa ndorë. Ish bo krejt i zi. E njoftova burrin erdhe dhe aj. E mora me qumë të mjeku. Po ishe kotë. Najtë në spital disa ditë. Preja dytë në spitalin tjetër. Edhe ja ku është sot. Po unë e bi, nuk do t'i humbi shpresat kur. Në atë moment, ja tregova fotografinë vajzës. Filluam të dyja të qajmë. Ky ka qenë një rol me të vërtet që më ka prek shumë. Zonja Sanie, faleminderit shumë për këto emocione, e une i kisha uru të gjitha nanat
kudo që janë këtë fest, edhe i kisha falenderu gjithmonë për gjithë kontributin që e bojnë ndaj fëmijëve tëne, edhe gjithmonë ju doket që po bojnë pak. Edhe unë ju kisha bashkangjit ati urimi për gjitha nonat. Mos t'i humbin shpresat. Për se cilin fëmijë do të vinë një ditë e mirë. Edhe gjitha lutjet e nonave shpresoj që do të pranohen. Shëndet për gjithë, e mas shumë ti për fëmijët e për nonat. Faleminderit.